Majlinda Mehmeti, jam kryetare e shoqatës Duararta të Leskovikut, një grup grash që punojmë në Ekupator për të bërë produkte tradicionale të zonës tonë. Thanë që do bëhet një projekt për gratë rurale, që gratë të punojnë në një vend, jo në për shtëpia, siç kemi punuar për çdo grua, ka punuar për veten e vet. Neve këtu jemi 5 si bërthama, kur kemi punë që kanë porosira më shumë, marrim gra që vinë punojnë. Neve na projekti kemi pasur shumë pranime. Si të bëjmë produktet, si të amballazhojmë, është ndryshe tradita që bëjmë në shtëpi, është ndrysha për trek. Do të punosh me cilësi, do të punosh me pastërti, ka makineri, ka shumë gjëra që ne na ka dhënë ndihmë. Duke qenë se zona nuk na i krijon dot mundësinë, kemi marrë iniciativën vetë për të shitur produktet tona në treg jashtë. Është qendra e Leskovikut, është rapi i Leskovikut tonë, edhe jemi dhe ne gratë e Leskovikut që shesim aty produktet e Leskovikut. Puna e Ekupatorit edhe grave të Leskovikut, angazhovi dhe gra të tjera që nuk punojnë në Ekupator që shesin produktet e tyre. Çdo produkt i Leskovikut, jo jashtë rrethit, se ne duam produktet tona, unë jam afshatarve.